drejtsimet autokratike ekonomia është e para që falimenton. E mbasi ajo falimenton, autokratët kërkojnë që të mbijetojnë, të kapin drejtsinë, të kontrollojnë çdo institucion, të mos kenë mundësi që t'japin llogari. Kjo është betejë jonë, e kjo nuk është një betejë partijake. Kjo është një betejë për thelbin e Republikës, është një betejë për Shqipërinë e qytetarëve, jo të klientëve, për ekonominë e punës e jo të grabitjes e të favoreve, për drejtsinë e barabartë, jo për drejtsinë e të fortëve. Në këtë përvjetor ne duhet jemi më të fortë se kurrë, e duhet shohim njëri tjetrin në sy për diçka që është e qartë e të gjithë e dim. Brenda forcave tona opozitare ka pasur gjëra edhe që na kanë ndarë, ka pasur debate, ka pasur qasje të ndryshme, po sot duhet ta shohim njëri tjetrin me bindje të plotë e t'i themi që gjërat që na ndajnë nuk janë kurrë më të mëdha se ato që na bashkojnë. Nuk ka rrugë tjetër për Shqipërinë, përveç se bashkimit bashkë në një front të gjerë, politik, qytetar, social, të gjithë atyre që janë këtu e atyre që janë larguar. Nuk ka rrugë tjetër për të ndalë shpopullimi, nuk ka rrugë tjetër për të kthyer demokracinë, nuk ka rrugë tjetër për të shpëtuar Shqipërinë, nuk ka më kohë për të humbur asnjë ditë. Sot si 35 vite më parë na duhet guxim.